tek perceptimi i Shkodran. Unë mendoj që perceptimi i Shkodranëve është më realist se sa i qytetarëve të Tiranës. Pse? Edhe unë ndjej veten Shkodran në këtë rast, ndonë se nuk jam Shkodran. Ashtu si në pyetjen e parë që jam shumë i zgënjur me qeverinë Rama, edhe unë hyj përsëri te ky 61% që nuk kam besim tek Sali Berisha. Dhe Shkodranët në 61% janë të djathtë, por nuk besojnë te Sali Berisha se boltë ndjekin aktivitetin e Sali Berishës sot në Himar, një aktivitet tërësisht anti-shqiptar, që fatkeqësisht nuk ndalet askush për ta analizuar, dhe Shkodra, ndryshe nga qytetet e tjera, nuk ka vot thjesht partijake, po ka një përqindje caktuar patriotike. Pra, ndryshe nga militantët e qyteteve tjera, Shkodranët ka një traditë patriotike ku nuk mund ta durojnë anti-shqiptarizmin. Dhe mendoj që Berisha ka humbur shumë vota apo besueshmëri në Shkodër edhe për këtë arsye. Fakti i tretë që Berisha ka humbur besueshmërinë në Shkodër janë turbulencat e tij me liderët politik në Shkodër. Bolt shikosh se si e ka ta ndisur çdo 2 vjet apo si e ka nakatosur atë strukturën e Shkodrës dhe jemi të qartë se çfarë ndodh. Nga ana tjetër, arsyet pse ndodh ajo, sepse dua ta jap një qasje ndryshe me një fjali ndryshe nga presidenti i sondazhit për sa i përket pse ka pëlqyeshmëri për le të themi të vogël për liderët e vjetër politik, po ka shumë vota për ta. Unë mendoj djeja kam bërë një debat me 4 liderët e partive të reja, dhe unë mendoj që liderët e partive të reja kanë vetë përjashtuar veten nga vota masive. Ata kanë deklaruar publikisht që nuk do bëjnë koalicion me asnjë nga partitë e vjetra, gjë që automatikisht në subkonsciencën e çdo votuesi ata nuk do jenë qeveri me datë 12 maj. Pra, gjithë programi i tyre për rritje pensione, rritje rrogash, ulje çmimesh, ulje taksa, zerohet. Një sekond, Marcela. Sepse momentin kur thua si jam as me PD-n, as me PS-n në qeverisje, do të thotë që në 12 maj këta kanë shansin jo 0, po -1 të jenë qeveri, sepse asnjëri prej tyre nuk merr 71 deputet. Pra, dhe duke qenë se gjysma e votuesve janë pragmatistë, kur vjen çështja te vota, nuk mund ta hedhin votën te një parti e cila e para mund t'i digjet vota, s'provon as një deputet, apo te një parti tjetër që nxjerr vetëm një deputet, me shpresën që në 2029 t'i bëj 3, me shpresën që në vitin 2033 t'i bëj 5, e kështu me radhë. Pra, në një farë mënyrë, është një ekuacion e mbyllur, ku këtu bashkohen me presidentin e Pjepolit, që kur vjen çështja e hedhjes votës, ato alternativa ke, domethënë zgjedh të keqen më të vogël, sepse fatkeqësisht partitë e reja e kanë vetë përjashtuar veten nga mundësia për të qeverisur Shqipërinë pas 2 javësh. E qartë, okej. Po. E shkruaj një farë kështu bindje tipit që ku diun sikur si shema beti që gjithë thonë që nuk e shikon telenovela turke, po ditë thonë kush tradhoi ke. Ose thonë gjithë se nuk e ka shikon Big Brother, pastaj din batuta më të fundit të Gjesit ose kujdo tjetër. Është një farë hipokrizie kolektive dhe bashkëfaqësie në këtë gjë, është s'ka asnjë dyshim. Lidhet me? Është një bashkëfaqësie dhe edhe ka studius për shembull si Raymond Aron ose Hannah Arendt, cilët janë marrë me hollësi pse një vend aq i ndritur, aq i mirëarsimuar si Gjermania, që quhej vendi Denken und Dichten e mendimtarëve dhe poetëve, vajti edhe mbështeti Hitlerin. Edhe flet për një koncept psikologjisë sociale që quhet bashkëfaqësia. Domethënë ku gjithë thonë, okay, ne s'kemi faj, s'kemi përgjegjësi, pa e lëm diku tjetër. Është si mohabeti për shembull që gjithë ankohen për motin, pas një se blet çadrën. Edhe në këtë aspekt këtu ka një element të tillë ku njerëzit i arratisin nga i përgjegjësia individuale për fatet e vendit, sepse në fundit edhe në këto zgjedhje mund të thuash që je i pakënaqur për kjo ofertë.
Jo sa është ofertë që shpërthejnë edhe shkëlqen, po themi. Por të paktën mund t'japësh një qëndrim moral për treguar që okay, mos më marrë të mëqen, mos më tregje si dele, të kesh respekt për veten, por unë jam i gatshëm dhe unë nuk votoj për t'ja dhënë dikujt, unë votoj të them tyre që boll me. Se janë të njëjtat fytyra të konsumuara që kanë dalë në jetë publike si protagonist në dhjetor të 1990-s. E qartë. Domethënë nëse ne shikojmë çka ka ndodhur në vendet Qinje për shembull, ka ndryshuar elitat, nuk janë rastësisht. Jo, por pasi janë protagonistë publike. Atëherë i dim ne, edhe Meta, edhe Rama, edhe Berisha, atëherë u shpërfaqen në sytë e publikut dhe për atëherë dominojnë. Po shikojmë vendet fqinje, domethënë jo ata, por edhe garën e 2013-s janë tjerë lider. Po shikosh garën e 2013-s në Maqedoni janë tjerë lider.